për të shtuar diçka në këtë sens. Si rregull, kriza është dhe mundësi. Do të thotë që vendet që përballen me krizën rishikojnë politikat që ndjekin, shohin oportunitetet që kanë dhe ndërmarrin politika që kompensojnë apo e minimizojnë efektin në të ardhmen. Ne kishim sulmi agresioni rus në Ukrainë, rriti çmimin e drithrave më njëherë, është botërisht e njohur, dhe të karburanteve në njëjtën kohë. Unë nuk kam parë, për fat keq, gjatë 3-4 vite sa po bëhen tani, ndonjë politik që synon të zgjerojë sipërfaqen e miell me drithra. Nuk ka asnjë politikë stimuluese. Fondet e I-partit vazhdojnë bllokuara, fondet që e buxheti janë me qindarka dhe praktikisht pa ndonjë efekt në këtë drejtim. Fragmentimi I tokës vazhdon të jetë siç ka qenë. Sistemi ujitës edhe kullues vazhdon të jetë siç ka qenë. Mundësitë për të futur mekanizimin apo për përdor plera kimike bashkëkohore e tjerë janë dorën e disa oligarkëve apo personave të lidhur politikisht dhe praktikisht nuk ka asnjë ndryshim që të mund të japë një përgjigje moderuese efekteve të krizës. E njëjta gjë se takon karburanteve. Ka bërë 2 apo 3 udhëtime në Azerbajxhan zoti Rama, që në udhëtimin e parë ka qenë angazhuar që do të rindërtoheshin rafineri. Në fakt ne e kishim se teknologjinë që ato kanë afërsisht kjo është e qumë për skrap. Ne se kemi më dhe parë. praktikisht nuk ka ndonjë ndryshim dhe jemi nga vetmet vende që disponojmë rezerva serioze të naftës brut, por ne eksportojmë gjithë sasinë që prodhojmë dhe importojmë gjithë sasinë që konsumojmë. Dhe sistemi ynë tatimor bën që ne dhe Serbia të kemi çmimet më të larta të konsumatori fundor. Një kohë që në vendet përreth, si Maqedonia e tjerë, dhe Malizi, edhe Kosova, kanë ndërmarrë një sistem rishikimi të taksave me synimin që të mos penalizohet konsumatori për këtë shkak, edhe njëkohësisht të mos frenohet tregu, sepse humbasin të gjithë në qoftë se paksohet